Sokol, a mund të flasim pak për ndikimin e Turqisë në Siri? Dim që shpesher edhe me deklaratat e tij presidenti Erdogan i ka qetësuar gjakrat, le të themi, ka ulur tensionet, gjithashtu ka ndihmuar popullin atje. Sot, mund të themi se kjo marrëdhënie është konsoliduar apo ende ka disa tema të rëndësishme të cilat duhet të diskutohen me përfaqësuesit politik në Siri? Po patjetër, në fakt nëse referohemi thënies së Trumpit i lirë që tha pas 2500 vjetëve Turqia e rimori Ukrainën, duhet t'ja përthojmë me qatë. Po patjetër që ka pika që kanë mos marrëveshje me njëra tjetrën, por ajo që i përket Turqisë është problemi i organizatave terroriste, siç quhen Turqia, PKK-ja, JPG-ja, EPG-ja, e këto të tjera, ku tashmë duket që të gjitha ato organizata kanë rënë në marrëveshje mes Damaskut dhe grupe autoritare të tyre, e cila kjo pastaj ja arrin që të ngresi dhe fushat e bashkëpunimit mes Damaskut dhe Ankaras, por nga ana humanitare. Në fakt Turqia gjatë gjithë në 15 vite probleme që ka pas Siria me anë humanitare ka qenë e gatshme dhe ka kaluar, por normalisht që duke pas pikë të parë dhe interesin jetik të Turqisë për ato sulme terroriste, por tashmë duket që ato kanë rënë matan dhe marrëdhëniet të qoftë ushtarake, ekonomike, por në çdo aspekt është në maksimumin e saj, ku dihet edhe vetë marrëdhëniet e Gjulanis me zotin Erdogan, po ashtu edhe të ministrive mes njëra tjetrës. Dhe tashmë janë të mira normalisht, por e pika kryesore në fakt që ende nuk është në vijën e dur është ndërhyrja e Izraelit her pas hershme, pra bombardimet e Izraelit qoftë në lartësirat e Golanit, por ashtu edhe rreth Damaskut, dhe kjo është ndoshta një pikë që i shqetëson të dyja, qoftë Damaskun, qoftë Ankaran, por gjithsesi tashmë duket që kanë hyrë në vijën e dur dhe besohet që do të ketë edhe marrëdhënie dhe marrëveshje shumë të rëndësishme këtë verë mes Damaskut dhe Ankaras. Qartë, Sokol, edhe diçka, në përmbledhjen tënde, patjetër kur flet për linjën e mesme është e pashmangshme të mos flasësh edhe të referohesh Izraelit. Sot, ku konflikti duket se i ka rritur edhe një herë tensione, cili është qëndrimi i Ankaras zyrtare, i Turqisë, i Erdoganit? Turqia në fakt që në fillim të këtij konflikti, po sidomos edhe për aktualitetin e ty në 2 muajve të fundit, është që të kemi një paqe, pra të kemi një marrëveshje mes Amerikës, Izraelit dhe Iranit, por me sa duket jemi shumë larg dhe duhet të presim ndoshta edhe muaj të tërë që të shohim një gjë, por të paktën prononcimet zyrtare të Amerikës janë për mos përshkallëzimin e kësaj situate, të cilat tashmë dihet që edhe pse nuk janë ndoshta të gjitha burimet të prononcuara zyrtarisht, ndërhyrja apo bombardimet e Arabisë Saudite të ditët e fundit në disa vende të Iranit, kjo e përshkallëzon gjendjen, po ashtu edhe Emiratet e Bashkuara Arabe që disa ishujt të Iranit kanë bombarduar para se jemi në një armë pushim, përsëri kjo ashtu por e rrit këtë pasiguri në rajon, por Ankaraja, ku edhe ditën e sotme ministri i punëve të jashtme, normalisht me urdhrin e zotit Erdogan, Hakan Fitani është në lindjen e mesme, pra që të mos të kemi përshkallëzim të gjendjes, të paktën mos të kaloj të kufit e sotshme, por gjithsesi duhet presim se çfarë do të bëjnë Trumpi, çfarë do të na prononcohet Trumpi pas vizitës së tij në Kinë. Eksakt, e me qenë se po flet për këtë vizitë historike, doja të pyesja për marrëdhëniet e Turqisë, Erdoganit me presidentin e Kinës. Të shumta janë takimet e liderëve kohëve të fundit, edhe për faktin se kemi disa vatra konflikti, jo vetëm në Ukrainë, por gjithashtu edhe në lindjen e mesme. Mund ketë një takim midis Erdogan edhe presidentit kinez, cila është marrëdhënia midis tyre? Marrëdhëniet kanë qenë të mira, në fakt vazhdimisht nuk ka pas probleme Turqia me Kinën, por normalisht dihet i lirë që Turqia është antare e NATO-s dhe po të thuash është shteti më pro-amerikan që është edhe më afër Kinës, pra në rajon e cila nga ana e lindjes duket që është Amerika e vogël, kurse nga ana e Amerikës apo Europës duket që është fundi i NATO-s, pra cepi i NATO-s aty, por marrëdhëniet me Kinën kanë qenë të mira vazhdimisht, sepse vetë marrëdhëniet ekonomike, sidomos
nuk ka një forcë që mund të konkurrojë me Kinën nga ana e prodhimtarisë dhe çmimit të tyre, por gjithsesi kjo lufta në Iran, me sa duket këtu konventohet edhe dëshira e Ankaras, pra qëllimet e Ankaras të kemi paqe, po ashtu edhe të Kinës, dhe puna e vazhdueshme e Turqisë për të pasur një paqe në linjën e mesme, pra në thojza edhe sidomos të jetë e lirë ngushtica e Hormuzit, e cila për Kinën është shumë jetike, sepse merr një furnizim në gati 20% të gjithë karburantit Kina e merr nga Irani dhe nga ajo ngushticë. Këtu konvenon që është më pro-ruse Turqia, por normalisht duhet të thënë që Turqia është antare e NATO-s dhe është e Amerikës, por në ana mallore, në fakt edhe Turqia nuk është se po mban një anë ande apo këtë, por shef më shumë interesat e veta, qoftë të brendshme, por qoftë edhe në rajon.